Maqedonia sonte sërish do të përfshihet nga moti i keq, duke rritur në këtë mënyrë rrezikun për përmbytje të reja. Rreshtet të sonte do të jenë të shoqëruara me erë bubullime. Sinoptikët thonë se shirat nuk pritet të përfshinë vetëm një pjesë të vendit, por ato të kalojnë nga rajoni në rajon. Në orët e pasdites rreshtet do të jenë fillimisht në pjesën veriore të vendit, por edhe në lindje, ndërsa më vonë rreth vardarit do të ketë erë të fortë dhe rreshje intensive. Të rreshurat do të vazhdojnë edhe gjatë natës, edhe ato sidomos në pjesën lindore dhe veriore të vendit. Pas përmbytjeve të 6 gushtit, të cilat i gjetën të papërgatitura institucionet përgjegjëse për katastrofat, frika për vërshime të reja tek qytetarët është shumë e madhe. Qendra për menaxhim me kriza këshillon qytetarët që në rast të përmbytjeve të reja të lëshojnë shtëpitë për të shmangur rrezikun. Mbrojtje nga vërshimet eventuale mund të jetë ose braktisja e shtëpive, ose ngjitja në katin më të lartë. Ato që kanë shtëpi më të larta të ngjiten në katet e larta, ato tjerët që nuk kanë, ose të shkojnë te ftinjat e tyre. Pas kësaj që na ndodhi, kjo do të jetë një leksion i mirë dhe një shkollë shumë e mirë për të gjithë ne, por edhe për qytetarët, edhe për institucionet, sidomos për sistemin e menaxhimit të krizave, se duhet të pyetemi, të shqyrtohemi, të rishqyrtohemi se a kemi gabime në sistemin e krizave apo nuk kemi. Ndërkohë në terren gjendja paraqitet shumë e rëndë, ndërsa akoma askush nuk mund të thotë se për sa kohë do të sanohen dëmet nga vërshimet e 6 gushtit.